Ilir, ajo që më theksove dhe du të trajtoj, pastaj do të kalem në zgjedhjen e kandidatit të opozitës. Ju thatë një gjë që është shumë e rëndësishme. Hajde të debatojmë në mënyrë konstruktive. Hajde të bëjmë diçka të përbashkët. Eksperienca politike që ju keni qenë, unë kam qenë shumë më i madh se ju. E këtyre 35 vjetëve na ka treguar që ne nuk në raste të tepër të rralla është ajo që ju thot me të drejtë që vion përmys gjithçka, vion shkarkoj gjithë administratën. Mirë po edhe kjo është gjë shumë e gabuar, sepse krijosh një njerëz të administratës duhet kohë dhe nuk mund çdo 4 vjet apo 8 vjet vion. Për shembull, mua nuk më tingëllon fare mirë qoftë për socialistët kur ishin, qoftë për demokratët sot, ato thonin kemi 8 vjet pa pushtet, kemi pa punë. Sot një gjë ju demokratët kemi 12 vjet pa punë. Ju e dini, unë e kam jetu, nuk të siguro partia punë. Okay. Unë ka 35 vjet në Amerikë, as nuk e di ku janë zyrat e shtetit, as më interesojnë fare. Po. Fare, kur them fare. Ke shumë drejt. Pra, kjo është një kulturë e sistemit komunist. Absolutisht. Po. Pra, ne kemi përmys gjithçka për të marrë revansh për atë që ishte dhe kështu nuk kemi ndërtu, po kemi shkatërruar. Dhe ju thot një gjë me drejtë, hajtë bëjmë një diskutim vëlla, ne jemi, si thonë ato, u je gritu të disagree. Patjetër. Po tjeti gjë progresive se për këtë kemi ardhur. E për këtë na kanë zgjedh njerëzit, apo e kam gabim. Absolutisht po. Pra, ka ndodhë kjo në partinë tuaj, partinë demokratike gjatë 35 vjetëve, a mendoni se ka qenë, edhe ka socialistët, po diskutojmë partinë ku jeni ju, ka qenë një politikë agresive, politikë e rrugës, pa ide, pa kështu, dhe në këtë gjendje mendoj unë jeni dhe tashti. Dhe pra ne po ju shkojnë kuotat gjithmonë e më poshtë. Jo, sakt. Po, nëse mund përgjigj, patjetër. 35 vjet kanë qenë vite nga më të ndryshmet, me situata nga më të ndryshme. Patjetër me këtë le të merret historia e kush do më marr. Tash unë nuk du me rënë ke Gracka ku ka rënë prindë e mi dhe gjyshit e mi, që i rritë koka mbrapa, me çfarë ka ndodhur, dhe me këto kujtime, ato janë të rëndësishme që të mos bëhen të njëjtat gabime etj. Por kur jep makinës, her mas here e shef ato pasqyrën mbrapa për siguri për të jesh i kujdesshëm, po pos pe para do përplasesh. E sigurt. Jam dakord. Atëre, këtu duhet më pa para. Si bëhet kjo? Shif çfarë ndodh. Ne sot konsiderojmë parti shtet nga Këshilli i Evropës, sepse rekomandimin që solli në qershor, tha rekomandimi duhet që të ndahet partia nga shteti. Se ky është problemi që ne kemi. Megjithatë, Këshilli i Evropës i ka njohur zgjedhjet, i ka njohur gjitha. Jo, akoma del raporti javës tjetër, presim. Mos nuk do të na lloj zgjedhjen, besom. Jo, s'tash atë. Unë do del raporti pse? Sepse ai po të jep ty diagnoza. Nëse ti diagnozat i ignoron, smundja vazhdon të bëhet pa keq. Megjithatë, ndërkombëtarët shoh që kanë një përkrajën këtë qeveri. Pse besoni mu ka filluar të lëviz çështja, po mos shkojmë aty sepse ishte më e rëndësishme kjo gjëja që sapo na thatë. Kjo koncept parti shtet që kemi pas 50 vjet neve. Ka pas edhe partia juaj. Po, ka pas 50 vjet, ka pas totale, sepse gjithë punët i ofronte shteti. Jo, nuk është se kishte flas edhe këto 35 vjet, jo, partia juaj. Jo, s'ka qenë totale kur. As nga PS, as nga PD-ja. Po sot ju në parti e keni një njerëz. Më lero ta mbaroj. Është tjetër çështje si komandohet partia dhe është tjetër çështje shteti. Un kam qenë flas për shtetin. Për shtetbërje. Okej. Pra, në 50 vjet e komunizmit, 45 patjetër gjithë punët ishin të shtetit. Po. Dakor, dhe ne ishim të kapur kjo ide. Nga ajo ide kanë ardhur baballarët e gjyshit tan, Ester gjyshit tan. Ishin kjo ide, më fsur gjyshit xhanën pan kohën përpara dhe kishin një ide tjetër, po pjesa tjetër s'kishte. Sër gjyshit e bën diçka. Kthehemi këtu. As PS, as PD-ja punën shtet nuk e ka pas shumicën e punësimit. Ja. Është sektori privat i cili ka shumicën e punësimit. Edhe sot që flasim, edhe pse administrata ka shku gati 200.000, prap punësumit në shtet, në privat janë shumë të tepër. Tash ti çfarë ndodh? Sa është administrata në falë sot? Pa do rreth 200.000 po ka shku, ka qenë rreth 80 ca, ka shku pothuajse 200. Masakër. 13.000 është vetëm Bashkia e Tiranës, e kupton ku jemi do. E ka marrë Erion Velie me 5.000 pak, e ka çu 13.000 diçka. Tash tani çfarë ndodh?
Nëse po Tirana është bërë Shqipnia sot, Po jo, është puna punëtorëve, punëtorët e bashkisë ata janë ata që janë. Rritja e Tiranës, se kapaciteti e popullsisë Tiranës. Po jo, se e rriti për 2 vjet direkt, sa hyrin 15, 2 vjet e 2 fishoj, po tash. Nuk po i hym kësaj se na heq konceptin, nuk është Bashkia e Tiranës shteti. Okej. Pra ne na nevojitën disa shtetbërës. Çfarë është shtetbërësi? Thotë, nëse juve do paguhen vetëm me paratë e shtetit, me këto rroga, se i kemi qesharake rrogat, nuk garanton do ti një toze me këto rroga, se kjo është realitet. Atëherë, gjithë këta, ju a thash parë, fukarallik, maskarallik, shumë prej tyne tentojnë me 2 fishu, me 3 fishu, ako diu quajse me rumbullakos, me a dalë në fund muajit, apo me përfise, pastaj ku gjen shesh, bën dhe përshesh. Nuk e bëjnë gjithë, po disa që e bëjnë dëm shumë të madh. Dhe nga krau tjetër, biznesi shifet si lop për të miel, sektori privat. Dhe si lop për të miel, në fakt shteti ka drejtën e vetë taksoj biznesi, se fund fare me këto taksa do mbahet. Neve si e shohim? Neve nuk e shohim si frymë incentivuese për biznesin, që biznesi prodhoi më shumë dhe derdhi më shumë taksa, por ne e shohim ti ja marrin përmes gjobës.